Kthehemi në studio me pjesën e dytë, me pjesën kontaktuese, ku ju mund t'i bëni pyetjet drejt për drejt përmes telefonit ose edhe përmes pjesës së rubrikës me shkrim. Na gjeni në numrin tonë të telefonit në +383 45 471 848. Jemi drejt për drejt në numër ose edhe në Viber dhe WhatsApp, si edhe tek rubrika dërgo mesazh. Keni pjesë që mund t'i dërgoni pyetjet tuaja, qofshin lidhur me temën, qofshin për gjithçka që ju intereson për Islamin dhe rreth Islamit. Si gjithmonë, zyrtarisht jemi deri në orën 21:30, por sipas nevojës edhe më gjatë. Kështu që mirpresim telefonatat tuaja, mirpresim pyetjet tuaja, hoxhën e kemi në shërbim tonin bashkërisht. Nëse regjia më bën ndjes se nuk kemi telefonat, ne nisim rubrikën e pjesës kontaktuese apo pjesës së dytë me pyetjet tashmë të dërguara në redaksi. Pyetja e parë është selam aleikum hoxh dhe ty moderator. Pyetja për hoxhën, normal që pyetja për hoxhën, para kesh kuptim, po thot si jemi me sevabet dhe pranimin e leximit të Kuranit edhe kur gabojmë në mungesë të respektimit të gjitha rregullave që kërkohen për leximin e Kuranit. Bismillahirrahmanirrahim. Është shumë interesant çështja e lehtësimit të posedimit të sevapit. Edhe në këtë çështje që është ngrit nga kjo pyetje, është një mësim shumë interesant që ja vlen me ndëgju. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili e lexon mirë po ka pengesa, ka shpërblimin edhe të leximit, po edhe të insistimit. Edhe për pengesa. Edhe për pengesa. Kjo është e jashtëzakonshme. Cilën nuk e ka ai i cili dhe me lexu pa pengesë. Nuk e ka këtë veçori ose nuk e ka këtë mundësi. Andaj është një përjetim i jashtëzakonshëm, i cili ndoshta është dashur me kanë në fillimet e rinisti, po për shkak rrethonave të caktuara është dashur me secili ka me përjetu ai i cili ja mësyn me lexu. Jo veç fjalën e Allahut, por gjithçka çka ka me studiu, ka mu ballafaqu me vështirësi. Mirë, po kur është fjala e Allahut, e keni në veçori speciale. E keni përgëzim ekskluziv. Edhe shpërblimin që je duhet lexu, por edhe shpërblimin e pengesës që nuk je duke u dorëzu. Kjo është motivacion. Me vazhdu dhe mos mu ndal. Absolutisht. Hoqë qysh me abo me durimin në ato rastet kur ne po të regojnë ndoshta respekt të tepruar ndaj njerëzve. Po i flasim e po përshëndesim qoftë për familjet, familjarët, rrethin tonë, por edhe në rrugë, por nuk po hasim në të njëjtën monedhë prej tyre, domthonjë nuk po na kthejnë përshëndetjet, respektin dhe gjithë ato që ne po e ofrojmë ato. A bëjmë gabim nëse edhe ne heqim dorë sikur ata që kanë hequr dorë prej neve? Ti shumë bukur e the, a bëjmë gabim? Domethënë gabimi është evident, se ata kanë gabu që të kanë leqit. Ata kanë gabu që shpinën ta ka kthy. Tash ti duhet me bë gabimin me gabim. Ti duhesh me bë diçka që ai nuk është duke e bë. Prandaj ti duhesh me përjetu një gëzim që Allahu ta ka mundsu ty me anë të sabrit mos më ushu në nivelin e tyre. Edhe të njëjtën ku ti i targeton dy objektiva. E para, pa fije dyshimi, se e tregon edhe reprezenton bukur kulturën dhe identitetin dhe përkatësinë tonë si fetar, por edhe të njëjtën kohë nuk e lëshon prej dorë ai i cili ka hiq dorë prej teje. Kjo është madhështore. Kjo është mi përngjasu Allahut, cilësisë Allahut. Sa njerëz kanë hiq dorë prej Allahut, por Allahu si ka dorë kur prej nesh. Ai prapë na kapi për dorë. Edhe kur na hekum dorën për dorës ti. Prandaj trajton njerëzën me rahmet. Ma mirë është me gabu me rahmet se me të drejtën me ekzekutu. Qoftë fjalën apo veprën. Për hit korreksis vetëm po lexojmë një pyetje se përgjigjen edhe në pyetjen e parë. Dikush po pyet për gjyshën e saj, e cila pas ka thonë me pyet hoxhën këtë emision, për gabimet që ajo i bën gjatë leximit të Kuranit. Po, na vesh e tham. A merret në kusur apo jo? Domthonë na vesh përgjigjen, po lexojmë pyetjen për hatër të korreksis.
Të dashur shikues të dëgjues, vazhdimisht po përsërisim se përgjigjja jonë është gjithmonë me aleikum selam, nëse nuk e themi se i kemi pyetur gjithmonë me selam aleikum juve. Thot, hoxhë ndërrum, cili është përkufizimi i islamit për racizmin, racistët në raport me ne muslimanët kur gabojmë mes veti, por në raportin tonë me ju muslimanët. Allah ju nderoftë. Islami e inkurajon patriotizmin, edhe ndalon racizmin dhe nacionalizmin. Këto dy sene du të mi pas të qarta. Islami është për të inkuraju patriotizmin, ne jemi patriot për vendin tonë, për kulturën tonë, për flamurin tonë, për identitetin tonë, a në asë rrethon nuk jemi racist, që vetëm na shqiptarët të drejtë nuk kanë të drejtë këtë ose atë, përkundrazi. Patrioti respekton të drejtën e etnis tjetër. E këtu është dallimi. Sepse na gjithë jemi beta Ademit alayhis salam. Edhe të gjithë jemi bitë të kësoj toke. Edhe të gjithë për interesat madhor kemi hise në vendin tonë. Pa dallim, besimi dhe etnie. E i vetëmi standard duhet më plotësu. Paqësor. Duhet jemi paqësor. Këtë Zoti e kërkon. E ai që udhëzon zamrat e njerëzve, nuk on tokë, ajo në qiell, është Allahu, krijuesi i gjithësisë. E kushdo që e përdor pastaj kauzën për racizëm, është bie ndesh me të vërtetën dhe realitetin. A nëse ne e përdorim për udhëtim, për frymëzim, për haprim drejt së vërtetës, drejt bashkimit, drejt qetësimit, drejt për afrimit, kjo është madhështore, kjo është patriotizëm, cilën Allah e kërkon, cilën shumë bukur e kanë akceptu rilindasit tanë, edhe shumë bukur e kanë adaptu, tash është koha adaptimit, e kanë adaptu njerëzit edhe hoxhallarët dhe dietarët tanë, fe dhe atë dhe, binom i jashtëzakonshëm, balancim në mes kërkesës së shpirtit edhe trupit, po edhe mendjes, sepse kjo është komponent i balancum. Zoti njeriu nuk e ka kriju veç trup fizik, apo vetëm shpirt, apo vetëm mendje. Por të trija do të më konë të balancume. A kanë mundësi ka herë këtu mu smu? Kanë mundësi. Për këtë arsye, ati që i smuhet mendja, lypi ilaç të hoxha. Do të më shku të psikologu. Ati që i smuhet shpirti, lyp ilaç të mjeku. Ai do të më shku të hoxha. Ati që smuhet trupi, lyp ilaç të psikologu, do të më shku të mjeku. Ky është balancimi i jashtëzakonshëm. Por nëse veç na dim, une, për emri vetor i përdorur, normalitet, se ka ne edhe ne nervozomi mundemi, në rrethonat saktume, na hup vëmendja, për shkak rrethonat. Na bjen rrjeti për shkak nervozizmit, xhelozive. Ka herë edhe du mundu me mbrojt, du mundu me thonë të vërtetën. E harrojmë se nuk është pyetje veç me mbrojt. Po në du me ditë qysh me mbrojt. Ndoshta ka herë dhe me heshtje mbrojmë. A kemi provu në herë me mbrojt të vërtetën me heshtje? Mas pakti na shqiptarë të bëjmë këto. Se kemi pak incitimin gjak. Na vlën gjaku. Ama po këshkurtohet bëhoj heshtje. Për këtë arsye, neve na vyn me pas kujdes. Me pas shumë kujdes. E kjo është përkufizim shumë i bukur. Unë mendoj që adaptimin që kanë bë të kësaj vlere madhështore fetarisë edhe identitetit kombëtar, shqiptarët është model për mësim për gjitha nacionalitetet në përbot se si duhet të kombinohet fe dhe atë dhe. Allah e dhe më smirë. Amin. Kam punuar në një mjedis fetar, por aty s'më është dhënë haku i punë nësime. Për çka edhe sua kam bërë halal në fund. Am pranohet lutja kundër tyre si shtypë në këtë rast. A ka bo halal, ase ka bo halal? Jo, s'ka kam bo halal. Po do të edhe am pranohet lutja kundër tyre si shtypër, edhe atë lutëm që t'i falë, apo është me pëlqyer që atë lutëm kundër tyre, vërtet kundër tyre, apo është me pëlqyer që t'i falë ata. Ti e ki në dorë, vllaja mi dashur, një mundësi të artë me fitu një shpërblim të jashtëzakonshëm tek Allahu. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai cili ja mbulon vëllau të vet, Allahu do t'ja mbuloj atë ditën e kiametit.
ai cili ka të drejtë me shfrytzu diçka, por jek dorë për hatër të Zotit. A e din sa të mirat njëri e presë. A e din sa dyrët e sherrët i mbyllën ati njerit. Veç Zotit. Anë ditën e kiametit kam i kallëzu Allah. Do të zbulohet gjithçka. Pra nga kjo e mirë, ha? Nga kjo ka ardhur kjo e mirë. So është më shef prej një sherrët që tu ka vërsul e tu ka zvogëlu për hatër një vepër madhështore. Se njeriu i cili me bujarinë e tij, me fisnikrinë e tij, me zemër bardhësinë e tij, me zemër madhësinë e tij, me mendje hollësinë e tij, e mbyll belan, e zvogëlon belan, sherrin të keqen, ai realisht i ka mbyll sherrin vetës. E ka hap hajrin vetës. Prandaj ky vëlla derisa pyet, ky është në udhkryq. E këtij i tham, kush din më mirë me të kallëzu më mirë se vetë Muhamedi alayhis salam. Shikoj ti biografitë e profetëve. Sa padrejtësi u bën aty. Sa padrejtësi kanë përjetuar ata njerëz. Me çka ju në ballafaqu? Ai mallkun, ai neman, au lotën kundër tyne, në raste të izoluara. Madje ka raste që kanë qenë të insistun prej melekëve. Shikom zemra e madhe njerit më të madh në botë e Muhamedit alayhis salam, për ja te i kalën melekëve. Vesh tha loto edhe më kon mbysh ta jo. Ata i than loto. Kërkoj. Ky tha ju. Subhanallah. Unë tha lutna për të mirë. Se si dihet. Se nuk i dihet. Edhe realisht U dëshmuaj. U dëshmuaj. Sikur banorët të Taifit, cilët e refuzon Muhamedit alayhis salam. Mirë po i ran peshman. Kur i ra në mend çka kanë bë, populli thotë kur i ra zhetuni, kur i ra në mend çka kanë bë, edhe hyjë me shku te Muhamedi alayhis salam. Mi kërku halal. Po tash ish vonë. Kesh vdek Muhamedi alayhis salam. Doli Abu Bekri tha, ka ndru jetë. Vonë. Mirë po, i qetësoj ata. Se keni në të garanton. Kur nuk është lutë kontër juve. E na du të më morë mësem, njerën e madhë. Që e dojnë ana, shoshërin me ta në xhenet. Amen. E kjo ka mundësi me ndodhë nëse bojna për hatër të Zotit. Ai që e bën për hatër të Allahut, mundësitë e tij janë të arta. Ai është mik i Allahut. Falsi. Ai është plot kuptimin e fjalës miku më i dashur i Allahut. Allah e ka në burojën e tij. Thot Allahu në Kur'an, fallahu khairun hafidh. Allah është ai që ruan më së miri. Ai është në burojën e Allahut. Ai është njeriu që le ka kuptuar më së bukuri porosinë e Allahut në tokë. Ai e meriton të quhet më këmbë si Zoti në tokë. Ai cili jep përparësi Allahut e jo egos ti, se ka të menaxhume. E jo shpesh herë në emën të menaxhimit e bëhemi robër të egove tona, edhe harrojmë për kajnanis. Për këtë arsye Zoti na kujton me një fjalë, shumë e shkurtër është. Fjala ndoshta më e shkurtë e mundshme. Thot fa ejnë të dhëbun kajnanis. Se Allah për din, kajnanis ta njerëz. Amo gjatë rrugtimit, kanë harru për kajnanis. Zoti poftajr. Amen. Kemi telefonat apo jo regjia, apo ka dështuar lidhja? Mund telefononi si gjithmonë në +383 45 471 848. Qoftë drejt për drejtë numër, qoftë në Viber e WhatsApp, si dhe tek rubrika dërgoni mesazh nga të gjitha aplikacionet tuaja të mençura. Ne mirpresim telefonata tuaja, mirpresim pyetjet tuaja dhe me kënaqësi u përgjigjet hoxha i nderuar. Jam taksist tash mbi 20 vite. Me këtë punë mbaj familje, shkolloj fëmijë dhe do t'i martoj po ashtu. Por jam udhëzuar këto vitet e fundit, alhamdulillah. Brenga shqetësimi em janë udhëtarët, pianec, hajnë ndonjëherë apo ata që bëjnë punë jo të mërashme. Njerëz që shkojnë për fall
e kështu me radhë. Kur po I dije një disa për tyre tashmë edhe po refuzoj, por jo krejt, domethënë ata që s'po I njoh, s'po I di kush janë. Sa I kam halal paratë fituara nga këta mështerinë hoq. Vetë gojla këtij vëllaut ton dëshmon për pastërtinë e zemrës tij. Preokupimi I tij se si me ardhë deri te halali e reflekton me pyetje. Është njëri serioz, I sinqert, e don halalën, don familjen e tij me ushqy me halal, është për ta motivu, madje edhe për të shërby edhe shëmbëltyr për të tjerët. Aty ku nuk e din, Allahu nuk të merr përgjegjësi. Aty ku e din, duhesh t'i shmangësh. Po thotë që atë kur pinjak aty ku I nje, duhesh me I shmang, po edhe mos ofrimi I shërbimit, duhet bëhet me artë. Është artë në vete. Bash. Për këtë arsye unë e sugjeroj këtë vëllau, që edhe ai I cili e kupton shmangjen nga kjo shërbim, po e bën me mirësjellje, kjo është davet në vete. Ka herë na duhet pak me mendu se si duhet mundia I tjetri, I cili për një realisht arsye s'ka, po për shkak gllabrimit është I rrëmbym, jo në kuptimin klasik të rrëmbimit, po në kuptimin emocional. I ka humbë busulla. I ka humbë busulla në jetë, është I rrëmbym ai. Na është shmangja jote me artë, me mirësjellje. E duke u lut, mos harrom u lut për ta, se edhe dikush u lut për ty. Apo harrojmë se edhe për neve të udhëzuarit është lut. Lutu. Po, ka thonë që përmeni, po. Këto vitet e fundit. Këto vitet e fundit. Janë dyja, janë trija, Allahu e din. Nuk është më rëndësi. Domethënë është lut dikush për ty. Ndoshta për shkak mirësjelljes tone, për shkak që ti nuk e ke obligim mu qu dhe me çel derën, po e ke bën për një të moshuar, qoftë plak apo plak, e ke bën me mirësjellje, e ke ndihmu dikujt me fëmijë të vogël, ka çu pa parë dikun. Ose dikon ka bën për hir të një, sikur na kemi një rast, plot raste kemi, që unë është për të marrë shembull, kemi një doktor I cili Allah e rujt doktor Faik Bllata, që ka mediumi juaj e përshëndeti. Fëmijët e dëshmorëve të gjithë kush kanë shku I ka bërë sunet pa asnjë pagesë. Edhe të gjithë pleqt që shkojnë mu kontrollu të ky doktor, edhe të gjithë janë me plisa, hatri që baba I tij është vëra edhe plisin nuk e ka nga koka, shërbimet ndaj këtyre pleqve me plis I ka sadak për babën e vet. Edhe kush e bot emrin e babës të vet. Shiko, kjo është madhështore. Kjo është mesin tonë. Që unë e një, e sa njerëz tjerë që shërbejnë, shërbime publike na nuk e dim. Po mirësjellja e tyre tregon. Edhe në këtë rast, ku ki për t'ju shmangu me mirësjellje, se ndoshta shmangja jote me art e me mirësjellje, të u lut për ta. Edhe të njëjtën kohë duke u lut për udhëzimin tënd, dija që atëherë vlerën që do të populli kimetin, udhëzimit dhe punës halal që ty e bote. Sa njerëz e lakmojnë punën halal, po janë të rrëmbym nga frika e riskut. E arsye që nuk janë arsye në këndvështrimin tonë. Prandaj, unë mendoj që nëse pak mendojmë, edhe mendojmë me racionalitet, vallahi shumë lehtë kemi, me ardhë deri te bereqeti. Allah e shpërbleft. Vetëm me kujdes, ha? Vetëm me kujdes. Nga brenga dhe shqetësimi po jo pyes si në vazhdim thotë, cili është fati ose çfarë është e shkruar për botën tjetër për ne që jemi sprovuar me mos martesë, por edhe të atyre që janë të martuar për Allah su ka dhënë fëmijë, sepse po na thonë se kemi lloj-lloj të ardhme. Allah ju shpërbleft. Të gjithë njerëzit të gjithë njerëzit e sprovuar duhet ta dinë se sprovën këta njerëz nuk e kanë përzgjedh. Por Zoti ka përzgjedh. Unë shpesh ju kom thonë njerëzve, më konë me u pyet une, kur jam plagu, nuk e kisha dëshiru t'jem pa dorën e djathtë, e t'jem me dorën e majtë. Që zgjedh belet majtën. Bile kisha zgjedh dorën e majtë, le të më shkan. Nëse jo heq po belet majtën. Po. Subhanallah. A dorën e djathtë kisha pas. Mirë po, përzgjedhja është në dorën e Allahut.
Ai i cili është i sprovuar me mos martesë, ai i cili është i sprovuar i martuar po s'ka fëmijë, i pa fëmijë, duhet gjej forca dhe kurajen për me bë sabër. Se me veprën e tij, me sabrin e tij, Allahu dhul Gjelal do t'ja mundsoj që njerëzit do t'i vinë të bëhen jo fëmijët e tij biologjik, por të bëhen fëmijët e tij humanitar, që do t'i dalin ndihmë dhe do të shprehin humanizëm ndaj tij. Unë kam një rast që mundohem me disa bashkëpunëtorë tonë të humanitetit, e të davetit, me ju dalë ndihmë plot njerëzve që nuk kanë fëmijë. E special ata që të janë shtymë në moshë. Ka dosh Zoti kemi rahatu në një vend banim. Që është e raport që për tregoj. Pasha Allahun të njëjtin. Le ta din dikush që ka komu drejtu për pse jo hoq. Njëjtin kat, vallahi. Është një çift plak i shtymë në moshë, në pleqëri, 7 fëmijë ka, po jetojnë të vetëm. 7 i ka jashtë. A di që thot ky plaku cilin jemi bo sebeb e kemi strehu? Zoti ka dashur, do më thonë, Allahu kur bën emër diçka, të përdor për diçka. E na luajmë rolin e koordinatorit bukur. Mes atij që don me dhonë dhe mes atij i cili e meriton me përfitu. Edhe që shumë është interesant, atë që më ka thonë, ky bali, kur thëmë ky bali, në kuptimin, ky moshuari, besimtari, ky agja, ky baksi, po gjithmonë në respekt, nder, pasha Allah, thot, ata që më ndihmojnë, ma shumë kanë afërsi shpirtënore, emocionale me mu, edhe një vete më të sigurt, une në krah të tyre, se sa i cili ka 7, e kejti ka jashtë, e asnjë si ka ofër. Prandaj duhet me gjetë forcën e Kur'anit besim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Na mjafton Allahu. Kjo nuk thuhet veç kur do merron njëri në zjarm. Po kjo thuhet kur ballafaqohesh me sprova edhe vështirësi. Na mjafton Allahu. Kur e kemi Allahun, Allahu na i sjell njerëz. Allahu na i rregullon edhe karakterin ton, edhe sjelljen ton, edhe piknisjet tona, edhe pikveshtrimet tona. A më ka dalë, mos dugutemi, mos nëncitohemi. Kërkesa e vetme që duhet këtyre njerëzve me jau sqaru, amoni koftë, mos menoni keq për Allah. Menoni mirë. Unë me qëllim nuk lexova këtë pyetje hoç se është një pyetje të cilën është bërë pas pak kohë. Të kjo pjesë ku thuhet se po thuhet lloj gjërash, prita shpjegimin tuaj që si lehtësim për pyetjen se në fund thotë është vërtet se kena më kon për banorëve të xhenemit, subhanallahu, ne që jemi sprovuar. Kjo është mendim i keq për Allah. Po të mos shash kanë thonë, më kanë deri këtë përfundim, subhanallahu. Unë e thash, domosdoshmë kur ta kisha lexu. E sqaruam, alhamdulillah. Sikur ta kisha lexu pyetjen. Alhamdulillah. Ke i bë me ta lexu letrën në xhep, po letrën në telefon. Po se më do kërona, më mas e sërëva, do shtë me do me dije që nuk s'është larg të asaj, subhanallah. Përkundrazi, ne kemi fillu me ju marrë lakmi juve për i tash. Po dhere ku ka shku mendimit që kanë përveç kësaj, që deri te përfundimi i tillë hoç, subhanallah. Po ta sjelli shembullin konkret. A përmana, a moral është, e vërtet çka po them. Të dytë jetojnë një të ndërtesë, këty në sy ka dhënë Zoti, po ju ka dhënë ndihmë nëpërmjet njerëzve të tjerë. Ju ka dhënë evlad, djema dhe vajza nëpërmjet humanitetit. A këta nuk e gëzojnë këtë humanitet, se nuk kanë nevojë. Mirë po mungesa shpirtënore e fëmijëve fizik t'i kanë afër, e të kënaqen me nipa me mbesa, jenë të privuar. Të i pas, kjo është alo më katastrofë. Prandaj, unë mendoj se Allahu dhul Gjelal përzon atë që ka shkruar, ose kush i ka thonë. Se këty në vish ka fillu... Shumë e ronda, në përmendëm e herët që po të quen dhe të greminës të fjale. Po, ka fillu Allahu me të thonë gjenetit pa konë, pa shkutin gjenet hala. Në më gjenemi s'bëhet fjale heq. Apo, absolutisht. Mendimi mirë. Kemi telefonat në bën me dje regjia, mi presim telefonatën, nëse nuk është shkput linja, edhe nëse shkput presim telefonoj përsëri telefonues ose telefonues, ja? Alo, urdhoni? Selam alejkum. Aleikum selam, urdhoni.
A jam drejt për zëjtin në Radio Pendim? Drejt për drejt, motër ndëruar. Veç urdhoni. Desha të përshëndes hoxhën, juve. Faleminderit, Desha të bëj hoxhës një pyetje. Po, veç urdhoni. Djali mu ka martu para 2 viteve me një gjermane. Po, Po, gjermane e ka pranu fejen, u kthy muslimane o bo. po. Pi fal kot, po lexon Koran, e ka vënë mbulesën. Po, desha vesh t'ja bëj një pyetje, kur pe qet mbulesën, pi qet vost për jashta mju dit. A e ka haram apo ju? Aha. Dhe të vendosës mbulesës. Po, ama kështu as nuk i dihet veshja, se vetëm vost i dihet. E nëse kishe mujt veç të kyçna në radita në më madhon përgjigje. Po, inshallah. Atëherë, prit të lexojmë një pyetje, ndërkohë që me të donë hapësirë, ose nëse është... Po. Presim pak sekonda, për pyetja, Po, e është kjo. martesa, puna e vodhë. Elus Allahun e madh ati kuf shumë fal, që Allahu dhul Gjelal t'ju krijoj dashuri dhe respekt çiftit të posamartuar, e sidomos tash me pranimin e Islamit, kësaj vajze ka pa bereqetin e imanit në këtë shtëpi. Edhe trajtimi i kësaj antare të rejtë Islamit duhet jetë shumë i kujdesshëm edhe tepër human, me plot bereqet edhe të njëjtën kohë me mirëkuptim. Vath nuk bën mu pa, duhet të mbështjellën me shami, vesht në këtë rast, por nëse është në mesin e familjarëve të ngushtë, ku lejohet me nejtë edhe pa shami, para vjerrive, para motrave të burrit, para hallave, para tezeve, atëherë nuk ka gajle. Prandaj nuk ka nevojë me shtrëngu këtë punë këtë shumë. Ama nëse është në pyetje para të tjerëve, cilët nuk e kanë të lejume, me i pa vesht në këtë rast, atëherë duhet të pështjellet koka, të mbulohet, tamam të respektohet. Me emrin Allah të jam i bindur derisa ajo e ka kalu gjithë të pengesa, deri sa e ka gjitë forcën me shprej shahadetin. Kjo është çështje shumë e thjeshtë për cilën me siguri se ka me akceptua dhe ka me e praktiku. Tamam që kërkan Allahu dhe na e kalon amanet Muhammedi a.s. për bijat e veta. Pyetje shqetësuese radhës, nuk kemi telefonat nga regjia. Thot, si mund të jetë një teze si nona kur tezja as nuk na vjen e as nuk don me i shku në shtëpitë saj? Kjo është rast i izoluar. Mirë, po ju duhet luteni shumë, e ju duhet i shkoni asaj, nëse aja nuk don me ju pranu, atër e keni obligim që mos ta kaputni kontaktin me ta bile 2 herë në vjet, në 2 bajrama. Minimale, që nuk guxon kjo është vije kuqe. Si rast. Rast i ndishëm, njerëzit sprovohen, kemi sprovat natyrave të ndryshme, sidomos sot, ku njerëzit fatkeqësisht e kanë humbë shpirtin, fatkeqësisht njerëzit gjithçka e kanë akceptu lidhjen farefisnore nëpërmjet interesave, ki ose kam interes, të respektoj, o shumë e rëndë. E për këtë arsye, unë lutja Allahun dhul Gjelal që Allahu këtë armiqësi dhe këtë urrëtie ta shndrojë në dashuri dhe në afërsi. Ai ka mundësi, duhet me dhon sadakta për këtë punë, që atë mlefin dhe atë gacën e cila është duke u ndez urrëtie që pi fryn drejt që mallkum, me fik, me ujin e rahmetit, sjelljes, duas, veprave të mira, sadakës, e mos ja dorëzojmë në shpirtin, Allahu duke qenë hidhrum edhe të lëqitëm në zveti. Allahu dhe mos mirti. E ata që i kanë raportet e shkëlqyera me farefisin e vetë, qofshin teze, apo qofshin daj, apo qofshin axhallar, apo qofshin halla, le ta dinë vlerën e kësaj afërsie dhe kësaj dashurie. Është kënaqësi me përjetu, kur ndëgjon rast të këtilla. E rëndë, që madje edhe të emocionuar dhe rënd qefe, edhe është shumë e rëndë, e kuptoj, sepse tezja
realisht dhe normalitikisht e zon vendin e nanës. Në një botë normale, po ama. Në një botë normale, në një botë kur kriteriumi është e vërteta dhe realiteti, jo interesi dhe diçka tjetër, por sot jemi të jetu në një botë ku gjithçka është shndërruar në një objekt malli dhe interesi, e pastaj kjo pritet mu bo me reciprocitet, kjo është të merë. E kjo nuk duhet pastaj mu shërby si kriterium mënyrë që njerëzit, edhe sidomos ata që vinë pas, me u eduku dhe mu rrit në këtu antivlera në amën të vlerave. Unë e thamë shpesher edhe ilustroj me një fjali figurative, shqiptarët nuk ka nevojë të ecin me upinga, por nuk ka nevojë me ndrru fërkem dhe gjymtyr të tyre. Ashtë, timojmë tonat. Timojmë tonat sa tona mjaftojnë. Cilat janë kushtet dhe kafshët e lejuara për një gjuhëti halal? Ajo që duhet mu bo për hir të Allah, duhet mu bo me bismillah, pa tjetër. Duhet kafsha mos me kam, dhe më hëmë barëse, me barë. Mos më konë ajo koha, se gjëhtarët e din kur është ajo koha. Zotën edhe me leqë, kështu është ndalume e sezona. Është ndalume sezona, po edhe me islam është ndalume. Taman. Nuk duhet mu gjujt pa leje dhe licencë speciale të përkujdestarit, në këtë rast. Duhet mu bo me emrin e Zotit, sepse plumbi e zavendëson prerjen dhe ekzekutimin, apo therrjen që i themi ne, duhet mu bo me bismillah, edhe normalisht mos me u bo përmendje madhësi edhe për zullum. Nëse bohet përmendje madhësi edhe për zullum, veç hajtë, s'po kam çka me bo gjuj, a ki parasysh edhe të vras, të marrë në qafë shpirtrat, ai ka me dhonë llogari për Allah, si kur me vrojnë san. Aq është kërkesa, dhe më thonë, imediate mu respektu këto regula. Kjo është pa tjetër sushme. Nuk ka këto, dhe më thonë, me mytë qenjët e gjalla, gjallesa që kanë shpirt, vepse mu ka tek, vepse ka mundësi me gju. Po llogarit ata që sot vrasin fëmi, e digën e shkatërrojnë gjithë shka, vepse kanë mundësi. Hiç do të më ka musliman për me ndjellë dhimbje për ata njerëz. Ata fëmijë. Ligji për kafshë, po për njerëz subhanallahu. Sa herë na kujtohet në drejtë dhe disponimin a prishet. Hajde inshallah. Amen. Kemi pyetjen e dytë për Gjahol në dërëm, thot, a i kemi halal parat e fituara nga derat që i vrasim dhe u ashesim serbë ato? Jo. Në komunën tonë? Jo. Nuk i keni halal. Nuk i kanë halal. Pak nështë të pyetje gjatë, po e përmbyllim të nëse nuk kemi telefonat. A është e lejuar dhe nëse po, çka është saktë e lejuar me marr burri prej mehrit nëse unë kërkoj ndarjen e tij, për arsye të mia logjike e bindse. Përfshirë të edhe kerën dhe banesën të cilat unë i kam pagu me parat mia personale. Edhe po sebeb që e ka lëshu. Jo. Kjo është ka lyp shkurizim për çështje të sajra logjikshme të arsyeshme. Tash burja pas ka marrë mehrin, por edhe kerrin edhe çfarë po thotë, edhe banesën të cilën kjo e ka pagu me parë të veta. Edhe këto e ka marrë po burri. Atëherë kjo ka po zullom. Tash janë procese sipër gjyqësor për kthimin e tyre, po, është hak i saj. Duhet i kthejë. Mehri nuk i ka marrë gjithçka, përfshirë edhe kerën dhe banesën që kjo pas ka pagu me parë të veta. Tash kjo është proces gjyqësor për me kthyer ato. Janë dy sene këto. Meher nuk bëhet me parat e grus. Vetëm nëse janë pe mehri që është ble kerri apo është ble banesa. Ashtu. Nëse se babaki është u dhon sinjal. Babaki mehri ka qenë aq i madh, sa me çat mehr ka ble banes edhe ka ble kerr. Kjo bëhet me parat mia ble banesa edhe kerr. Parat mia personale janë pagu, edhe kerr edhe banesa. Dy varianta. Qoftë për mehrin apo qoftë prej domthon për shpenzimeve të saja ose për fitimeve të saja, më mirë me thon, e ka të ndaluar. Qysh më marr pasuninë e saj? Kjo është pasuni mehri, pasuni e saj. Vetëm në rast nëse gruaja kërkon shkurorzim, atëherë i kthehet burrit. A nëse gruaja, domethënë, lëshohet pa të drejtën e saj,
Jo, pyetja Edhe është, shkruazor, pyetja është se atëherë kjo ç'ke ka lidhje? lyp shkruazim, Kjo ka për lidhje. arsye të saj të bindet të logjikë, më thotë, sipas arsyes tëre. Gruaja ka kërkuar shkruazim. Po shkruazim. Ah. Tash si rezultat e kësaj burja ka marrë këtë merin, po përfshirë edhe kerën dhe banesën që ka paguar më Mehrin parë të saj. duhet me ja kthy burrit, Apo? a ke obligim, po. Okej. A pjesën tjetër jo, ajo me drejt kërkesa e saj Po, është. proces që, gjyqësor të domethënë, përkthimit e proces tyre. gjyqësor, po me drejt e ka, për shkak se është bën me njerëzën e saj. Është pasuni e saj që kjo po thotë unë me punën time kum Me parë personale të mia që janë paguar, me po thotë. parën time, me shpenzimet, me të arriturat e mia ekonomike, financiare, kam arrit me ble banesën time, edhe kam arrit me ble kerrin time, e nuk e ka të drejt burri me ja marr pasuninë e saj që është e saj. Edhe nëse kjo kërkon shkruazim. Për arsye të saj logjike. Po thotë arsyeshme dhe logjike Po për mua. ajo, çka ka thonë. A mehri du të më ju kthy. Merri duhet të pjesa. Gruaja lyp, domethënë, e kërkon shkruazimin, atëherë duhet mehri më ju kthy burrit. A nëse nuk e lyp, atëherë duhet burri në mos me ja marr mehrin ish gruas të vet. Janë 2-3 pyetje çfarë më hoç që i dha të përgjigjet Po. në kodër shërbimit, që nuk pjo lodhi më shumë. Absolutisht. Jam pikërisht njëjta, në veç po të falenderoj dhe Allah shpërblet Edhe unë për ju drejtë. shumë. Kemi ardhur kështu me një axhele që thojnë Elhamdulillah, populli, po. por dashur Zotit që kalon bukur, inshallah na përdor në rrugën e tij. Amen. Edhe i përshëndes nga mediumi juaj gjithë mërgëmtarët tanë, vëllezërit dhe motrat tona, gjithë njerëzit pa dallim. Inshallah na udhëzon edhe na forcon e na bashkan. Amen. Veç po i përsëris edhe një herë njoftimet. Rubrika dërkon mesazh me pret pyetjet tuaja gjatë javës, telefoni +33 45 471 848, drejt për drejt me SMS ose në Viber e WhatsApp, bëni pyetjet, ne u përgjigjemi. Paqë me emër sot në javë inshallah. Deri atëherë, selam aleikum dhe mirë mbetshit.